Okej, tani. Është vështirë për t'i shpëtuar atyre ushqimeve, Aulasa, mos nga Durrësi për shembull. Po, imagjino në Durrës mos porosisesh. Shkosh për plazh tani, tulesh për drek edhe të dëgjove Elitiona apo jo, kujdes me krudot se sa duket. Elitiona, po me vranësira Durrësi sot? Po pra, vrentur atë ty. Ç'po ndodh ande nga ju? është pak gri në fakt, po temperaturat janë jashtëzakonisht shumë të larta që në mëngjes. Është një peizazh tipik veror dhe tipik i sezonit, gjithkund përpara meje që kam torrën veneciane, shoh turistë që sapo janë zgjuar dhe vizitojnë sitët tona arkeologjike, e më pas me shumë gjasa do të shkojnë drejt Bregdetit për të përballuar temperaturat e larta të këtij qeshori. Temperaturat e larta dhe ndoshta për të marrë edhe jet skit apo jo, që me sa duket janë po fillojnë të bëjnë problem atje. Janë shumë preferuara në fakt Aulona, çuditërisht turistët e huaj. Unë kam bërë një vëzhgim dje për gjatë vijës bregdetare në zonën e Shkëmbit Kavajës, që administrohet nga Bashkia e Durrësit, dhe të paktën në 2-3 vendbazime që arrita të identifikoj, mundohen të paktën poseduesit e tyre, menaxherët e tyre që t'jenë të rregull konform ligjit natyrisht, por edhe të shmangin incidente, sepse edhe situata e krijuar me incidentet që janë regjistruar në det, natyrisht që ka ngjallur deri diku stepje, le ta themi, po në Durrës kemi brenda 2 javëve 2 incidente, fatkeqësisht një 31 vjeçar ka humbur jetën, një 31 vjeçar në Gana, ndërkohë që një belg para 2 ditësh, po ashtu nga manovrat që ka bërë gjatë kohës qëndrimit në det me motor teti, ka rënë nga motori dhe ndodhet në trajtim mjekësor në spitalin e traumës, nga informacion që në disponoj. Por kjo, me sa kam arritur të kuptoj dhe nga sa ka mundur të realizoj dhe intervista ditën e djeshme, nuk i step turistët, janë jashtëzakonisht shumë entuziast, natyrisht që vera, temperaturat e larta, edhe pak alkool bëjnë vetën, edhe nuk i step ndjenë sigur të jep sigurime sa duke, duan të provojnë adrenalinat e gjitha mënyrave që vera natyrisht prodhon, edhe ata vinë për të shijuar, paguajnë për të shijuar, pa. Absolutisht. Cilën pjesë të Bregdetit Durrësit po preferojnë më shumë? Pra zonën këtej nga shëtitoria, nga Volga, nuk e di që ndodha ndej pas currilave e tutje, ku edhe plazhi, të them drejtën, më zhdukur cilësor sa herë që kam shkuar. Nuk e di, po zhvillohet ajo zona ndej? Në fakt ka marrë zhvillim, por mbetet ende zona që nga currilat edhe zona e kallëve, mbetet ende plazhi Dursakëve, do thoja unë, ata që njohin shumë mirë zonën. Shumë pak janë qytetarë të Tiranës, aq më pak turistë huaj që nuk e njohin zonën, dhe kur marrin një formë tjetër të argëtimit, eksplorojnë dhe shohin që është një Bregdet tërësisht argjilor, në qoftë se keni arritur ta shihni, jashtëzakonisht shumë pastër, pas një diferencë do thoja nga jugu i Shqipërisë për përbërjen e tij apo edhe për pastërtinë. Zona e Gjirit Lalësit sigurisht frekuentohet nga njerëz që disponojnë një apartament apo një mënyrë disti më luxury, më luksoze të qëndrimit dhe të pushimit tyre, më komode. Pjesa e plazhit të madh, por edhe zona e Shkëmbit Kavajës deri në afërsitë Golemit, sigurisht që për shkak të resorteve të shumta që janë ndërtuar me kapacitete të mëdha, preferohet nga familjarët, të cilët qëndrojnë më shumë se 2 apo 3 ditë, pra që planifikojnë ato pushimet tipike verore, do thoja unë, që marrin pushim nga puna dhe që qëndrojnë për 1 javë apo 10 ditë në vendin tonë. Janë të shumë sigurisht qytetarët e Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut që vazhdojnë të jenë tradicional dhe besnik të Bregdetit Durrësit, pavarësisht se për shkak të marrjes së vizave këta qytetarët e Kosovës bën një eksplorim, le ta themi, në vende të tjera të Europës, janë rikthyer, le ta themi, Durrësi nuk e trajtojnë, pak nga ajo që shohim dhe nga kontratat dhe agjensitë me të cilat punojnë këto resorte. Sigurisht që mosha e 3 do të thoja qëndrojnë në brendësi të qytetit, në zonën muzeale, ato historike, për të marrin këto hostelat apo dhomat me çmim më të arsyeshëm, do thoja, që janë brenda të qytetit, dhe që mund ta ndajnë dhe me bashkëshoqërues të tjerë këto ambiente.
dhe qëndrojmë për të eksploruar zonat e brendshme të qytetit, sigurisht pasditet janë ato që shkojnë Buzdetit, sepse alternativa për të shkuar nga qyteti në Bregdet, Durrësi fatmirësisht ta ofron. Mund ta themi që guidat e qëndrimit në Durrës janë pasuruar. Po jo, Elitiona për të plotësuar pak edhe si thua gjithë pikturën e madhe të Durrësit, se në media po lexonim sot që ka zbulime arkeologjike që sa vinë edhe ngrenë krye. Po, është ajo shkolla Gjergj Kastrioti që po duan që ta bëjnë muze dhe jo shkollë më. Po, dhe me sa duket ka të reja prandaj apo jo. Po, në fakt, ka ngritur pak sa pikpyetje, do thoja, unë në rast se kjo do të ekspozohet tërësisht apo do ndërtohet shkolla, pra sepse kryeministri pak ditë më parë bëri një postim që ka ardhur një arkeolog spanjoll që po merret me zbulimin të tërë të asaj zone muzeale që është në rrënojat e shkollës Gjergj Kastrioti, gjithsesi nga ajo se çfarë jepet në këtë mesazh është fakti që ky ambient dhe kjo zonë e bukur e pasurisë tonë historike natyrisht që do të ekspozohet, po se çfarë do ndërtohet në pjesën e sipërme në rast se kemi të bëjmë vetëm me ambientet të shkollave apo me të tjera ambiente, kjo mbetet për tu parë dhe mbetet ende e pasqaruar që ka ngjallur, le ta themi, një farë reagimi të opinionit publik kryesisht në media sociale, aty ku është bërë vendi që të gjithë reagojmë edhe japim mendimin tonë. Edhe diçka të fundit. Dhe lutem, ne kur vim nga Tirana në Durrës për shembull na zot merri nga trafiku, sidomos tani me punimet në autostradë. Ju e vuani ndo pak këtë problem atje në Durrës? Si është situata? Për shembull, më qelloi të kthehesha nga Golemi të fundjavë 1 orë për të dalë nga ajo dytësorja, për shembull, në një drekë të diele, për shembull. Ajo fatkeqësisht rruga dytësore që lidh zonën e Plepave me Bregdetin në zonën e Shkëmbit Kavajës apo edhe më tej mbetet një njollë zezë, do thoja unë, për shkak të trafikut të rënduar, sepse nuk i përballon kapacitetet me 2 kalime apo të tjerë autobusa që shkojnë për të çuar turistë në hotele apo në resorte, bëhet një trafik të rënduar edhe në ditë të javës, do thoja unë, jo vetëm në pjesën e fundjavës. Gjithsesi unë si njeri që jetoj në Durrës do sugjeroja zgjidhje alternative, pra rrugë dytësore, për shembull rruga e Ndroqit, rruga e vjetër mbetet një alternativë pavarësisht vështirësive që ka infrastruktura, mbetet një zgjidhje, po ashtu pjesa për të mos e frekuentuar këtë rrugë dytësore, për të kaluar në autostradë dhe për të dalë në devijimet që autostrada të jep mundësi dhe për të bërë një rrugë disim më të gjatë, por që të çon edhe më shpejt për shkak të kësaj ngarkese që rruga dytësore atje fatkeqësisht ka ngelet ende e pasgjidhur. Një herë është hedhur ideja që do të jetë vetëm me një sens kalimi dhe krau tjetër nga shinat e trenit, pra në kraun tjetër të autostradës do të ishte një tjetër mënyrë dalje, pra do të ishin 2 sense unike me qëllim përballimin. Nuk është gjendur si zgjidhje, vazhdojnë të jetë ngarkuar kjo pikë e Bregdetit. Gjithsesi, ajo që vjet re të paktën përgjatë viteve të fundit është që trafiku nuk është më vetëm në metropol, nuk është më vetëm Tiranë. Durrësi është një qytet i mbipopulluar nga mjetet, pavarësisht se flasim për largime masive jashtë vendit. Me sa duket, fakti që jemi bërë 2 apo 3 veta në familje me mjete, secili me mjetin e tij personal, me sa duket ka këto pasoja, pra për shkak të rëndesës, mos përballimit të trafikut edhe në rrugët e brendshme të qytetit, mbetet një shqetësim kjo edhe në zonën e plazhit të autostradës Tiranë-Durrës, që shpresojmë të japi pak gjallëri dhe ta bëjmë sa Elitiona, ne falenderojmë shumë. Patjetër. Edhe do vim në Durrës më lehtë. Duam të shkojmë pak edhe tek Edi në Vlorë, të shkojmë pak. Jani në Durrës se ju mori në Pogradec Artini. Jo, sot nuk e kemi Artinin, kemi Edi në Vlorë që po na pret. Jam i sigurt ti buzëqeshur, duke thënë që zbrisni edhe pak më poshtë se e keni. Faleminderit Elitiona, e përshëndesim Elitiona. Shumë faleminderit Elitiona.